Për Federatën e Basketbollit, kjo është viti i tretë të radhazit që organizon FIBA 3x3 Euro kualifikimet për me shku për me tutje. Këtë vit do të marrin pjesë 7 shtete në konkurrencën e meshkujve dhe 5 shtete në konkurrencën e femrave. Ekipet do të fillojnë të vinë së shpejti, gjithashtu edhe zyrtarët e FIBA-s. Ne kemi fillu tani me u zhvendos në amfiteatrin e sheshit Zahir Pajaziti në Prishtinë, në mënyrë që me 13 e 14 pra të shtunë e dilën të jemi të gatshëm për këtë organizim të ndërkombëtar, por njëkohësisht do t'i presim të gjithë qytetarët e Prishtinës, po dhe ata jashtë Prishtinës që me përkra këtë event, por njëkohësisht edhe Kosovën edhe eventin në tërësi. Po, shtetet Kosova është Irlanda, Azerbejgjani, Malta, Çipro, Shqipëria dhe San Marino janë në konkurrencën e meshkujve, ndërsa të femrat janë Kosova, Azerbejgjani, Çipro, Irlanda, Malta. E dim që në të dy konkurrencat Azerbejgjani synon për me siguru fitore dhe me shku më tutje në fazën tjetër, ndërsa ne në këtë vit kemi ripërtri ekipet në të dyja konkurrencat dhe jemi duke me mendu në mënyrë ma strategjike për basketbollin të rrethret, pas parasysh që në lojrat mesdhetare Prishtina 2030 ka me qenë një prej sporteve më kryesore, kështu që kemi fillu me ripërtri ekipin derisa të gjejmë modulin më të mirë të mundshëm që me kriju një ekip dhe më pas kemi investu 4 vitet e ardhshme që ajo ekip të paraqitet edhe të synojë njërin prej medaljeve në Prishtina 2030. Po normalisht qëllimi është që çdo vit me synu për me shënu sukses, sepse ashtu edhe motivon edhe lojtarët e shohin 3x3-shin, sepse ka lojtarë 5x5 që hezitojnë me lujt në basketbollin 3x3, po ka shumë lojtarë që dëshirojnë ma shumë me lujt në basketbollin 3x3 se basketbollin 5x5, kështu që ende jemi në atë fazën eksperimentale, po besoj që gjatë këtij viti veç kemi me arrit me identifiku si trajnerët, ashtu edhe lojtarët që kemi me pas fokus. Organizimi ka qenë në ora 4 edhe në ora 6, tashmë është dashur të ndryshohet orari për shkak të ndeshjeve të futbollit që do të fillojnë në ora 9, kështu që do të fillojmë më herët me siguri në fillim të ditës për shkak të nxehtit nuk do të jem, po pas dite do të kemi rastin që mi pas qytetarë të pranishëm edhe kështu me kënaqësi edhe me basketball edhe me muzikë, po edhe me argëtimet e tjera, me maskotën dhe me lojrat e shpërblyer që do t'i organizojmë.